Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Sot tani është zyrtarisht hapja e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme apo të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Partitë politike po bën të pamundurën që të dalin sa më mirë në këto zgjedhje, po ashtu nga tani do të shpalusin edhe programin, edhe kandidatët që synojnë të dalin para qytetarëve për këto zgjedhje. Sonte në studio kemi të ftuar kandidatën për deputet nga lista e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotri Dardan Krasniqi, një zë kritik i çështjeve nacionale që nga formimi i tij e deri në ditët e sotme. Përshëndetje Dardan, mirë se erdhën në televizionin Arbëria. Përshëndetje Rasim, mirë se gjaj, përshëndetje për gjithë teleshikuesit tuaj, e sidomos për qytetarët e Malishevës që kanë rastin me na ndjek. Të kemi pasur disa herë në studio, por si AKë hera parë. Cila ishte pritja e AKës për Dardan Krasniqin? Me qenë se jemi edhe tash sot në hapje të fushatës edhe për të dua kështu të thurë lozhe e lavdi, do të ishte e pranueshme. Mirë po jam shumë i impresionuar dhe kam qenë shumë i nderuar edhe me vlerësoj jashtëzakonisht mikpritjen e dy shokëve të mi të luftës, e dy njerëzve të majt luftës, vëllezërit Haradinaj, dy generalëve tash kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj dhe Dauti. Ka qenë një pritje madhështore për cilën nuk e kam prit, edhe në fakt në këtë kontaminimin politikas që ka mendu ashtu, jo veç të tyre, po të gjithë asaj familjes e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që në fakt është shumë më madhe se sa që ka mendu. Po, Dardani, si po ndihet në mesin e AKës? Unë tash jam antari më i ri aty, edhe kur kam pranu me hy, edhe kur jam hy, unë kam hy me ndihmu, e besoj që momenti më i mirë tash është për të ndihmu, për t'i dalë krah Haradinajve e Haradinaj për t'i dalë krah jo veç Kosovës, për gjithë shqiptarëve gjithandej. Edhe po jam një pjesë tash asaj familje, për cilën nuk kam asnjë vërejtje e asnjë pengesë për të ushtru aktivitetin tem politik, edhe cila ka qenë arsyeja për shkak se kam po një hapësirë të madhe që Aleanca ta jep. Pra nuk kam pas kurzime, e aty kur s'ki kurzime ndihesh mirë, e përveç sajna ndihesh mirë aty ku je respektuar. Keni dalur nga një krah krejtësisht tjetër në anën këtë kundërt. Çfarë do të thonë për një qytetar, për një personalitet që të kalon dy ekstreme? Në fakt, normalisht, apet po e tham, ne kemi rrugtu gjatë në politike dhe jam, për këtë nuk dua, adeas të amnistoj veten se normalisht kemi mendu që Kosova ka mundur me qenë më mirë, edhe pajtohemi që ka mundur me qenë më mirë, po kemi dolë për një fryme politike të kontaminuar. Pra, unë nuk i shoh si dy ekstreme, unë kam thënë vazhdimisht se ajo çka politika ka kriju të qytetarët është se ty të është mohu e drejta me taku qoftë ne jemi qytetarë të venës, po du me jap sot me hapjen e fushatës kësi mesazhe kontaminuese, po aq shumë ka i kontaminuar në arsem të rinj në politikë sa që njerëzve ka kushtuar shumë. Pra, domethënë nuk janë frigu me pi kafe me familjarë tyne për shkak bindjeve politike, kanë prish shmitësi, kanë kriju pengesa për njëri tjetrin pa nevojshme. Çdo herë zëshëm e kam thënë që liderët politik nuk i kanë probleme ul me njëri tjetrin. Pra, çfarë është bon Kosovë, çka ka bë politika, ti nuk ban me ul me dikan që është i partijës tjetër. Pa ata gjithmonë janë ul. Pra, këtë politikën pas lufte kështu ka shku.
Unë jam rrit me atë frymën ISI Sargati Serbijës, madje kam pas pagu një dënim 5.100 euro se disa vite burg, edhe në fund e kemi po zotin Kurti që i ka thonë prof edhe ju ka përull. E kështu, dhe me thonë janë këto... Brenda subjekteve politike ka retorika të ndryshme, të cilat mundohen kundërshtarin politik ta zhvlerësojnë në formë ose forma tjera. Edhe sa keni qenë pjesë e lëvizjes vendosje ka qëndruar edhe kjo. Kur keni kaluar në AK, so qëndron kjo që është ngrit ky narracion brenda lëvizjes vendosje për AK në veçanërisht për familjen Haradinaj. Sinqerisht unë gati tash që një muaj rroktoj me aleancën edhe jam shumë prezent edhe me njerëz të aleancës. Unë kam dalë mi bon krah, jo mbrana aleancës, zotit Haradinaj, po jashtë aleancës, për ata që besojnë në vlerat e mia. Po, sinqerisht, jam shumë i impresionuar se nuk kam gjetë gjuhë të rrejtjes dhe retorik ndaj kundërshtarëve politik aty. Edhe besoj jam një i skuqur shumë herë se ka pas figura për cilët në aktivitetin tem politik nuk kam qenë i disciplinuar mirë, por nuk e kam zhjith edhe as gjuhën me sulmu kundërshtarët politik, se kam qenë aktivist i lëvizjes vetëvendosje. Këto kam thonë shumë herë edhe ka herë se po, dhe është një vërtet e madhe, se ne ndoshta edhe tash po i thymë kundërshtarët politik. Nuk është kjo retorikë, kjo është armiqësi për cilën fatkeqësisht e mjerisht e zgënjy se e ka instalu dhe po vazhdon me instalu lëvizja vetëvendosje, për cilën unë nuk kam gur me hedhë ndaj asaj lëvizje për arsye se kam rroktuar gjatë, po ne po flasim për fenomenet që sot një zëri madje edhe zoti Konjunca para disa nete e thanë në televizion ato që unë kam thënë rresht, ose sidomos prej vitit 2019 e 2021. Aty ne kemi shoh kundërshtar politik, kemi qujt me termat ndryshëm, edhe ku kemi takuar në rrugë, për shembull jemi përshëndet. Unë si aktivist në Malishev e kujtoj në vitin 2010 e 2011, kam demoluar edhe vetura dhe të minisa dhe të kryetarëve të komunës në aktivitete për parandalimin e smundjeve ose për parandalimin e pickimit nga rishna. Edhe kudo që më taku, qoftë me kryetarin komunë, atëherë zotin Kilaj, ne kemi pas raporte miqësore. Pra, kjo ka ndodhur në raport me kundërshtarin politik. Në lëvizjen vetëvendosje nuk e kam shos, nuk e kam fyr askan kur asnjëherë. Pra, shokëve të meve që kam dhënë kritik, kam vazhdu me dhënë angazhim, ta veç për kritikën na kanë sulmu, edhe vetë aktivist. Do të thonë, edhe ka qenë e vështirë se shumë figura tash që janë prezente e protagonist politik në lëvizjen vetëvendosje, ju kanë bashkangjitë ose ju kanë bashkëlidhur lëvizjes vetëvendosje në Bisht. Ne kemi qenë nga Koka. Pra edhe këta që ngjit në Bisht, kur ne kemi kritiku për disa qasje, për cilat kanë qenë drejta, kanë qenë rrugtimi joni, ta disi, po këta na kanë posë armiq. Por që kjo është dallimi nëse mund me shpjegu, kjo është dallimi mes kësaj retorikës politike që kanë përdor subjektet politike në këtë rast, lëvizja vetëvendosje dhe këto tjerat. Nardan, çdo kush edhe është e drejtë edhe demokratike që të lëviz pozicion politik, se fakti nëse nuk lëvizin njerëzit, atëherë nuk ka spektër politik. Por pjesa që ka qenë, sikurse që ju që i keni po shumë padrejtësi, keni qenë zë i fuqishëm në atë kuptimin e dashurisë për vendin, e keni pas një diçka që aveçun nga të tjerët. E keni një epokë të artë që nuk e hudhni pa marrë parasysh. Çfarë do subjekti politik ka qenë pjesë e ushtrisë ligjore të Kosovës. Beson që ka kontribuar në luftë, gjithherë keni ruajtur raporte të shëndosha. Edhe në këtë drejtim keni quar kauzën, apo jeni mundu kauzën politike, por në këtë aspekt s'keni pasur kompromis që shoqëria, idealet, respekti keni pasur çdo herë. So ju ka mojtë gjallë kjo, dhe a ka qenë kjo shtys që t'ju dërgën tek AK-ja? Pikërisht edhe si që elaborove ti, kjo ka qenë shtysa kryesore pse kam shku në Aleancë. Unë kam bo tashmë një rrethim në Cobza për të ndërtu një mozaik, pse në Aleancë. Unë për hir të opinionit çdo herë kam qenë në kundër atij sindromit të hasonit politikit, cilin e shpjegon shumë mirë Ben Blushi. Pra kur në ne
në mastri mandateve ish një Hasani, kryetari bashkijës Kuksit, nga Partia Demokratike, ka lënë në mandatin e 4 në Partitë Socialiste për me marrë mandatin e 4. Edhe Ben Blushi aty rritohet edhe e shpjegon këtë fenomenin e sindromin e Hasanit politik. Për mu ka qenë e vështirë për shkak i kam nejtë stohe këti parimi. Po, duke marrë shkas edhe pak historien, tash këto terreni është i kontaminuar edhe ti në këtë shtërmbim që i bëhet vlerave në Kosovë është tipër e vështirë me gjetë terren me shpjegu mirë vlerën. Kër ka mendu Adem Demaçi në jetën dhe veprën e tij, na edhe ky popull, kam thonë, çdo herë ka deshtu me zgjell qoftë deputet. E kur për mua rasim edhe sot, fjala deputet është fjala e madhe, kur e kujtoj Avni Rostemin, Hasan Prishtinën, një brez tërë deputetëve, mu po më duket sikur me ka talli kjo. Sinqerisht e tham pa modesti, edhe tham tepër me një siklet madh. Është e pamundër, ka qenë për mua e pamundër, më mbyllën të gjitha dyert në lëvizjen vetëvendosje, pra kam pas tentativa, njerëzit thojnë pse. As nuk ka qenë çështje familjarizmi, as ka qenë çështje kjo se ti ke rrugtu. Tash çfarë më bën që kom pas 17 vjet në luftë edhe disa familjarë të mi kanë dalë në 1999 kanë vazhduar edhe tutje. Do thonë rrugtin, na jena njerëz politik, e the edhe ti, edhe këtë çka ka bëu UÇK-ja ka bëu sinqerisht, nuk ka vlerë më të madhe se që ka kriju ushtria shqiptare e Kosovës këtë vend. Fjalën e lirë, për arsye se na edhe sot dëgjojmë lloj banalizma që fyen edhe dëshmorët, edhe nënat e dëshmorëve, edhe heroinat e herojnë, edhe ne jemi po këta që nuk reagojmë. Llogaritë në një shoqëri tjetër çka kishte ndodhur, edhe çka ka bë tjetër UÇK-ja se njerëzit kanë mujt me lëviz leshëm. Për shembull, mas lufte te e din se sot disa protagonistë e Malishevës, edhe pse kanë qenë antar shtabit përgjithshëm, nuk kanë pas bashkangjitë bashkë PDK-s me njëherë. Ma vënë ju bashkangjitë në PDK-s. Por ka qenë një shembull i mirë që kemi japur. Të i po gjithë këto fakte dhe të po që njëri ka një potencial, ka një lidhje, ka një energji, këshyrë me gjetë një fardere me i dhonë vendit vetë. Unë e di që në raport me mu kanë thonë jo ikje, shkoje, jo pse në gërbete, jo, dhe me thonë llogaritë çka ndodh. Në anën tjetër kemi lëvizjen vetëvendosje që bën thirrje me rrugimtarëve me votu, por nuk ju bën thirrje me ardhmë me jetu në këtë vend, e te unë një shembull tipik që mas disa javëve që kam shkuar në Finland, ka vizitu general Daut Haradinaj edhe më ka thonë ti vazhdo rrugën tonë politike, po ti vendin gërbet nuk e ki jo shtër për neve. Pra, te unë e gjojnë kësi aje këthyti prej Finlandia, dhe më thonë, këta që thirrin qytetarë me votu. A kur është një shembull që Dardani po kthehet këtu, edhe pelon sinqerisht, ka gjani e lën dhe një punë të mirë, e kam edhe një pak të mirë, te unë gjindën kësi sulme. Kjo është me i tregu opinionit se në çfarë situate jemi. Lidhja eme me aleancën ka qenë me njerëz të aleancës, me djemt të Dugaxhinit, sidomos me disa shok tash që janë jetë edhe kanë lavdi edhe janë listë aleancës. Disa që nuk janë jetë edhe kanë tregu shembull mos problem, që siç është Begu dhe Mirsadi edhe një brez i tërë, aty na kemi pas lidhje të vazhdueshme. S'na ka ndo politika. Ne kemi diskutuar me argumente, kemi pas këndërveshtimet tona se si dojmë pa Kosovën. Edhe çdo herë kemi vazhdu, kur kemi shku me përkujtu shokët e tonë, kemi qenë bashkë. Kur jemi dalë për përkujtimeve, kemi pi kafe bashkë. Mu nuk kam ka do politika, as me akter politik në Malishev. Madje kam qenë ai edhe kur ne kemi pas takime se si me dalë në raport edhe në protesta edhe në raport me disa deklarata në gjykatën speciale me shokët e luftës janë bashku, edhe nesër janë bashkë, edhe sot janë bashkë. Edhe pse nuk mi kanë mirë prit. Pra, për me përmbyll të ka qenë një rrugtim i gjatë me aleancën, linja kjo me shokët e mi, ajo takimi edhe ka qenë një periudhë 2 vjeçare me zotin Haradinaj, me Dautin, që me u kthy në Kosovë, s'ka pas bëj kurrë me politikën, kanë qenë kërkesat e shokëve të mi që kanë propozu. Edhe ana tjetër, me qenë se unë vi nga Malisheva,
edhe e një mirë mendësinë politike në Malisheve, kjo është shumë e rëndësishme me thonë, ose aleanca për shkak jo të vetën, por për shkak që ka pas një jo që i ka mungu aleancës Malishev mbështetja zotit Haradinaj atje, po për shkak që njerëzit e kanë po dikush si interes edhe dikush si kalim prej aty dikon tjetër, mu më ka jop teren ka gjatë mirë politik, se mund është me kriju diçka me fillu prej fillimit, pa këtë mentalitetin e rubit politik. Është me rëndësi me thonë pse. Për mu në Malishev nuk dallon mendësia politike, dhe kjo është në vërtet, është e dhëmshme. Unë mas pari dëshiroj se cili kandidat atje ta kalon këtë sfidë. Dhe me thonë edhe pse kemi 12 kandidatesh. Uroj që edhe nisma ta kalon këtë rrëthimin, si që po e shumë zoti Limaj. Po, mendësia politike në Malishev nuk dallon, as të vetëvendosja, as të aleanca, as të LDK-ja, as të PDK-ja. Pra ka qenë, është e njëjta mendësi politike, ndërë respekt për një brez që përfaqëson të parti politike që unë kom rrugtu bashkë me ta, po këta njerëz mo janë konsumu politikisht edhe Malisheva nuk ja ka bërë që mbi gjysë shekulli me vrapu pas tyne. Dhe me thonë ka qenë edhe kjo arsye. E përmendëm faktin që asë një herë ke qenë i palohatshëm në aspektin e krenarisë luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës për çdo njeri që ka dhënë këtë luftë. Por tani jemi në jetën politike që synojmë ndërtimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Çfarë ju bën të besoni tani? Që të jeni pjesë e AOK-s në këtë zgjedhje, që shpeshherë keni qenë edhe ju kritik, që mundesh me qenë komandanti zoti, mundesh me qenë udhëheqësi zoti i luftës, po ke pas ngecje në zhvillimin e vendit dhe në demokracinë e shtetit. Edhe sot mendoj të njëjtën gjë. Pro mendoj që shumë shokë tonë që janë kyç politikë kanë bërë gabime. Mirë, po me këtë qeverisjen që boni lëvizja vetëvendosje dhe me këtë armiqësie që e krijoi shumë. Jemi popull i vogël në pozit këtë armiqësi të madhe. Edhe dështoj, dhe me thonë, shigjetat ka Shqipëria dhe mafinë energjetike serbe në Kosovë, nuk e vendosi standardin politik për cilat ka qenë momentumi më i mirë për t'ju kriju edhe një mundësi subjekte tjera politike që ta krijoj një frym të vlerave të respektit, dështoj në drejtësi, barazi e meritokraci, disi ka kriju një teren tjetër politik. Mendoj që edhe ky ka qenë një tush i ftoftë, edhe një situatë për cilën unë kam po zotin Haradinaj që këtë reflektu në atroktimin e tij e për cilën është më pak i dëmshmi. Pra nëse flasim për vlerën e numrave e qeverisë zotin Haradinaj, kemi 2 vjet qeverisë si kryeministër, edhe kemi një fuqi tepër të vogël politike të aleancës në rrugtimin e saj politik, po kemi disa punë të mëdha që ka bërë zoti Haradinaj edhe për këto më tash foli edhe një ndër generalet më të majtë ushtrisë amerikane, Wesley Clark, atë që ka bërë zoti Haradinaj për themelimin e ushtrisë të Kosovës. Në çka besoni që aleanca për ardhmërinë e Kosovës, cilat tema do t'i shtyjnë përpara? Unë besoj fuqishëm se ato që kanë pa tash një për afër në zotin Haradinaj është një sinqerisht shumë ka impresionu edhe jo veç mu, po edhe shumë njerëz tjerë cilët nuk e kanë njohur për së afërmi. Është ka diapazon të madh edhe të vendimmarrjes, edhe të bashkëpunimit, edhe se si çështjet. Pra vetë kalurja sfiduese që ka pas zoti Haradinaj me përballën luftë mas lufte edhe me politikën, mendoj edhe besoj fuqishëm se është krahi më i nevojshëm e më i duri, duke po edhe historien e krenarien ka vjen në momentumin që ka politika në Kosovë. Mos harroni, duke pas krerë të QK-s në Hakë, nuk është rastisht që ky teren i kontaminun politik, edhe nuk është jo rastisht që sot fyen, mos flasëm për veteran invalid lufte, sot për na fyen edhe dëshmorë, sot na fyen edhe nënat e dëshmorëve. Edhe tash dikush po thet po lufta ka përfunduar që 26 vjet. Po be lufta ka përfunduar që 26 vjet edhe ne kjo modesti na kushtoi. E bëm luftën, le ta bën tjerë të paqen. Ama kur e sheh se çfarë rrugtimi kanë bën njerëz, unë besoj fuqishëm se zoti Haradinaj
është i vetmi personalitet politik, pa marrë parasysh fuqien pak të vogël e sa djemi në frymën e madhe të aleancës për me i çudit procese përpara. Pra, po shihet ajo se ne kemi pas qeveritë e madhe, po kemi pas vendimet e vogla. Edhe këtë që ka ndodhur është çka armiqësia që ka kriju. Tash vërtet zoti Haradinaj me pas 51% pushtetin. Jeni kandidat në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe opinioni qytetar në Kosovë, edhe në rrjetet sociale ka komente të shumta që Dardanin e dëshirojnë ta shohin në këvend. Jo si Dardan personal që kanë diçka personale, po dëshirojnë që kuvendi i Kosovës të ketë një zë ndryshe, një zë kritik ndaj çështjeve që mendon nuk janë të drejta për vendin. Cilat janë temat që mendoni do t'i mbruni me fanatizëm brenda kuvendit nëse do të arrini të jeni pjesë e kuvendit. Edhe sot do t'jeni kompromis në ato që e keni thonë çdo herë, keni besu që është e vërteta. Sot do të mbroni të vërtetën e juaj brenda kuvendit. E para, edhe ashtu si njihem stoik në qëndrimet e mia në raport me luftën dhe sakrificën, jo vetëm me luftën dhe sakrificën të UÇK-s, po edhe të atyre njerëzve të cilët kanë dhënë kogja kontribut e angazhim gjatë viteve, edhe të mëhershme sidomos gjatë viteve 90-98, që është një brazitani që është lënë pas dore. Pra, unë jam i pa kompromis këto, ajo çka unë e kam prioritet, kuptimin është me kthy që të farë me luftu që të farë diskursin e keq në raport me vlerat e luftës, edhe tash do t'jap disa shembuj pse. Si do ta kundërshtoni? Po flasim në mënyrë hipotetike. Kemi pasur në kuvendin e Kosovës njerëz të cilët kanë negociu me listën serbe për pagat të veteranëve. Njerëz të cilët kanë akuzuar tani kujtohen e partisë suaj, si komandanti Çakorrit. Edhe kemi kandidatë të tjerë, njerëz të cilët kanë bën punime shkencore lidhur me fyje bashkëautor, me fyje ndaj UÇK-s. Si do të ishte, po flasim në mënyrë hipotetike, Dardan Krasniqi në kuvend, cilat do të ishin aktivitetet, veprimet, narracioni i tij në kuvend, apo do të jetë si pjesë e të gjithë tjerëve? Unë zotohem që për marrë një shembull pa i përmend me emën tashun, këtë zemlakën e Radio Qiqit, zonjën Kosari, cilin e ka bërë një krim të madh dhe fyrja më e madhe përveç saj që ka bë Kosovës, lirisë dhe çmimit të saj, e që është emblema e ushtrisë shëndore të Kosovës, është mos distancimi shumë shokëve të mi në luftë. Në sidomos edhe Basit Gani, edhe Shqipe Selimit, edhe Shemsi Sylës, edhe Enver Dugollit, edhe këtyne brezave që thirrën me luftën edhe me sakrificën. Pra jo këta që janë distancu, po këta të nesërmën, ja kanë festu ditëlindjen Mimoza Kosarit. Nuk ka poshtrim atë madh. Dhe me thonë, ajo që ka ndodhur aty është e tërpshme. Edhe tani më e tërpshme është mos reagimi i deputetëve tjerë të cilët me një zë vogël kanë shu kritik. E çfarë do më bëjnë? Unë i kam thënë zotit Haradinaj, edhe kjo është shembulli. Uroj e dëshiroj e po punoj fort që ai të jetë kryeministri i Kosovës. Edhe besoj që do të jetë. Edhe është e domosdoshme me qenë. I kam thënë nëse ti si kryeministri i Kosovës nesër, thu që paga minimale do të jetë 500 euro, e paga mesatare 1100 euro, e thua që veteranët do ta kenë pagën që hin edhe në këtë kategorinë e pagës minimale 500 euro, dhe nuk realizohet ky pranë bos fjalës dhënë. Unë kam qenë kundërshtar i kryesorit edhe me gjitha format, qoftë demokratike, edhe qoftë jo demokratike. Nuk du me kriju shembullin aty në skenave të gazit e që ka ndodhur në kuvend. Po do ta pamundsoj ti me ushtru funksionin tanë politik. E cilat janë ato? Po, me dal me pengu me majt fjalimin. Po, me kap mikrofonin, mos me lëm me majt fjalimin. Po, me dal me u bën barrikada aty edhe me ul nulset e tij që mos me majt fjalimin. Pra, me dhash nëse kemi deputet që e dhojnë shembullin e vetë, mas pari është model i këtilla veprime, besoj që ka me qenë edhe një zë i madh i qytetarëve.
pro me aktivitete demokratike, po për këto vlerat edhe jo demokratike. Sinqerisht, nuk isha dosh shmim më të madh se në periudhën kur ka folë zonja Kosari me Radioqiqin dhe kur është zgjedhur Dimal Basha kryekomendar, se sa ato momente me qenë kuvendin e Kosovës. Dardan, tani është 5 vite që është në qeveri zoti Kurti, cilat janë veprimet, puna e zotit Kurti në këto 5 vite. E përmend edhe gjatë bisedës sonë që ke qenë i zhgënjur me shumë gjëra. Cilat janë ato që theksohen, që janë më theksuar? Po zoti Kurti nuk ka lënë, ose qeveria Kurti nuk ka lënë e para vlerë pa ofenduar, pa e fy, e pa krijuar armiqësime se cila vlerë. Qoftë me sindikata, qoftë me zërin kritik, qoftë ne kishim policinë Banjska që reagun edhe bën një veprim operativ e policor e mbrojtën Kosovën në atë sulmin ko vra e tash kemi dëshmor Afrim Bunjakun, edhe në anën tjetër shokët Afrim Bunjakut protestuan pas disa dite për rritjet pagave të kushteve të punës, edhe po këta njerëz e ofendonin. Pra nuk ka lënë e vlerë institucion e sindikat të këtij vendi pa e bon argat të Serbisë, e pa e bon të argat të Vučićit. Sëdo që gjëra tjera janë për të vlerësuar, kjo për mu ka qenë kapitale që s'është dash me bon. Pra, ne si popull kemi kalu në skamje, në fashizëm politik Miloševićit në luft. Pa e që në ka mojt neve gjallë ka qenë bashkimi i forcave. Ka qenë solidariteti me njëri tjetrin, ka qenë mirëkuptimi. Udba edhe politika serbe ka investu shumë me kriju ndërshekoj, e sidomos të dekadat e fundit me i përqa shqiptarët, edhe nuk ka arrit. Këtë e ka arrit qeveria Kurti. Më thonë me i përqa deri në atë mas të madhe. Cila është përqamja? Llogaritën e motrën që vjen prej Helsinki në Malishev, e ka përqa me vllaun. Llogaritën e vllau që vjen prej Kopenhageni në Ravec, e ka përqa me motrën. Llogaritë e vllau që vjen prej Berlini në Gjakov, e ka përqa me vllaun. Llogaritë Vëndri që vjen prej Berni në Soharek, e ka përqa me mikon. Kjo përqamje ka me na marrë kohë me stabilizu. Edhe kjo një farmyre edhe ka qenë një ndër shkase që ka ndërtuat mozaikun tem me hy politikës edhe me thonë edhe qytetarëve, edhe këtyne njerëzve që janë dëdjem për cilët nuk kanë me leju këtë diskurs politik me u fy, ne këpam në përvjetorin e beqes e të mujës, në lavdin më të madhe të aty në bora, edhe kur flas për beqen dhe për mujën, flas edhe për Alijen, vllau i mujës, e beqa të dy të miq, në çfarë kushte kanë dhënë jetën në shtegun e lirisë. Edhe dalin si qytetar, tallën me dhimbjen, edhe nuk e kemi asnjë reagim institucional për me nol këtë gjumë, me të vërtetës të tërshme, edhe është të përballueshme. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Haradina, ka shkuar më larg se jo. E ka quajtur disa herë zoti Kurti njeri i Serbisë. Edhe apritet rezultate zgjedhore, 28 dhjetorit, që të ndryshën qëndrime. Zoti Haradina ka shi Albin Kurtit në këtë drejtim për bashkëqeverisje, mbaret prej rezultatet. Kjo gjuha që ka përdorë zoti Haradinaj, ai ka sqaruar edhe nuk jam, jo pse nuk dua ta marr barrën, absolutisht, po marr barrën edhe të aleancës, sepse s'kam rrugtuar në të kohë me aleancën, për mua është e papranueshme. Pra në momentin që i thu ti dikona Argati Serbia. Ne kena pas betam, unë fillova këtë me ISIS Argati Serbia, dhe në fund ka përfunduar në koalicion. Kjo gjuhë duhet me marrë fund. Në momentin që një kryeministër i thot një gazetarit, një media, se ju jeni të Serbijës, shtrohet pyetja legjitime që bën një qytetar ende i paqmendur i këtij vendi. Kush janë ata mekanizma me çun burg? Ata që është Argati Serbijës.
Vetëm, edhe nëse është që një kujtore një subjektit politik, në këtë rast zoti Haradinaj, e akuzon për njeri të Serbisë, zotin Kurti, dohet të mirën mosa, protesta, edhe që një njeri i Serbisë mos jetë në krye të qeverisë. Po absolutisht që po shembullin më të keq që ka dhënë zoti Kurti, i cili nuk i beson institucioneve drejtësisë, nuk i beson prokurorit të shtetit, ç'është më i besu qytetarët. Pra mendoj, edhe pse është e papranueshme, gjuma e zotit Haradinaj ka qenë këtë kontest, po thamë pse ka qenë e papranueshme. Nuk mundesh me kon kryeministri i vendit e me pas plot gojën diskurs publik e politik për drejtësi, barazi e meritokraci dhe në fund ti mos më besu prokurorit tanë. Kjo është stimulim i dhunës, kjo është stimulim i krimit. Me thonë ti nxit njërin me bë krim se mundesh mos më përgjigj prokurorit. Pra, çdo herë kjo gjuma e kjo retorika e fllëçt politike që kanë bën politikanë tonë pa dallim. Ka qenë shumë kontaminuese, nuk i ka sjellë asgjë të mirë kësaj shoqënie. Ka qenë e papranueshme. Po në qeverinë e 51%-shit, kur ti nuk i koalicione, kur ti vjen me një grup njerëz të cilët nuk kanë pas kërkesa e pengesa në qeverisjen tonë. Ti ke bë qeverisjen çush ke dasht, ke bë kabinetin tënd çush ke dasht. Edhe në fund me pas kaq dështim të madh. Çdo është problemi. Domethënë është arroganca e madhe. Edhe kjo shembull më i mirë si qeveritë e shumicës ose qeveritë shumicë të një mazhorancë të vetme politike janë të dëmshme për Kosovën. Dhe kjo nuk duhet më leju me ndodhë. A mund të kemi koalicion pas 28 dhjetorit, lëvizje vetëvendosje AK gjithherë në bazë rezultatet? Po, ai që ka ndodhur në këtë skenën tonë politike, hajvanat të tani hajde bojmë koalicion, shembulli më i mirë ishin këto zgjedhjet lokale për cilat u bë kush me kë e kë me kush koalicion. Mendoj që çka do që të them që nuk bëhen është vetvrasje politike. Nuk e tham që s'bëhen. Edhe kjo çapo du me thonë tash nuk është mirë me thonë në hyrjen e një procesi zgjedhor. Koalicionet dhe mund me ndodh. Edhe kanë me ndodh. Po pyetja do të ishte më e mirë se çka do të bëni ju. E përgjigja më e mirë do të ishte se ju asnjëherë koalicione për cilat nuk janë zëri qytetarëve. Pra, unë nuk bëj koalicion, as nuk votoj qeveri për cilat e para nuk është më dhënë mandati, kuptimin me bon atë koalicion, se unë shoh ka shumë zëra të njerëzve, sidomos të qytetarëve të aleancës që janë shumë, e kam taku njerëz të mirë, nuk shojnë, nuk fynë, po për shkak të kësaj armiqësie që u kriju, nuk janë me bë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Do me thonë, nëse ata që më votojnë nuk janë me bë koalicionin me qeverinë vetëvendosje ose me PD-n në cilën do qoftë, një farë mënyrë du me kriju shemblin që mënyrë publike më pyet nga ta. Se unë kam një farë notesi që moj shënime, kush edhe qysh edhe tek shka dënë. Edhe për mu nuk është më rëndësi koalicioni, së është më rëndësi programi. Për mu së është më rëndësi cili ministër, për është më rëndësi mirë qeverisja. Edhe për mu nuk është më rëndësi mandati, po është më rëndësi që ka përfaqëson mandati. E nëse ky mandati jam, nuk më është dhënë me bo një koalicion, krejt që ka zëtohem që e bëj, mës me dalë me ullë në ullëset e partive tjera politike, se kam hi edhe zëtohem që kam hi me rukëtu gjatë e deri në fund me Aleancën për Adërmërinë e Kosovës, po që më i me bo me këthy mandatin të Aleanca, e une me i ushtru funksionet tjera. Menaj që duhet të që si kosto politike me pagu nëse doj me i vendos në këtë shoqërinë tonë në bazament të mirë të politikës. Pa shembuj nuk muj me dhonë. Pe tham, shembuj më i mirë në ditët më të vështira ka qenë sa dojnë shqiptarët lirien 5 marsi i 1998 kur familja Jashari sakrifikohet në Opopinu QK-s për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ne duhet me dhonë kësi shembuj. Dardan, po jo shembuj Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka pas një rezistencë. Ka pas ndaj afërsisë me zotin Kurti, dhe kjo duket që tani do t'i shpërblehet për faktin që qytetarët e kanë fituar një besim që
kur thuhet kështu, do të shtyhet apo do të shkohet deri në fund. Sa mendoni, janë pritjet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këto zgjedhje të 28 dhjetorit? E para, pritjet parë që kam shku Aleanca ka qenë shumë e përgatitur për zgjedhje, ka rujt frymën e zgjedhjeve lokale, ka hinë në zgjedhje vetme edhe përgatitjet i ka fillu me njerë. Ka një listë të kandidatëve që është gjithë shpërfshirëse prej Karadakut e Ndrënice, prej Drënicës Dugagjin, e Ana Morave, në Pashtrek, e Malishev, e Pej, e Deçan, e gjithkon Kosovës, burra gra dëshmune për këtë vend. Ne po punojmë fort në teren, edhe ato vetë që në thojnë kundështorët politik në teren, për cilët unë vazhdimisht jam teren, vazhdimisht kam kërkesat shumë të, po më vjen këtë që asë 20% e tyre nuk kam e arritë edhe po ndihem i korritur me i taku, se Aleanca është subjekti që ka kriju edhe frymën më të madhe edhe për bën punën më të madhe. Edhe pritshmëria jonë është me pas tash rezultat dyshifror, pra rezultat dyshifror në Kuvendin e Kosovës. Me thonë të të vazhdën e përgatitjeve, se kam me bërë qrasim nëse më lejohet. Patjetër. Kam taku shumë njerëz të mirë. Kam një legjendat ndryshme edhe për luftën. Më ra me qenë në Stubull të Vitijes, atyne nuk ju kam bejt bërë se kam full për ta dhe në studio televizive se çfarë njerëz të mirë, cilët janë veteran e invalid pa pjesë trupit bojnë për komunitetin. Këto ditë në më ra me i taku se ke politika të ep mundësin me taku njerëz. Aleanca më ka dhonë shumë mundësi me taku njerëz të mirë. Takova djem të asfaltit, djem të luftës urbane, shok të Elton Zhirkës e përmet Vulës e Ilmorinës, bashkëluftetarët e ABS. Djem e vajza për cilët modestia i kalen atje as zyrtar të fotokopjes. Pra, shoqënia jonë, kjo shoqëni me djem, si Agroni, Agron Kryzio, Lek Stubla, si Ekoran Hoda, si Bez Vokshi, e plot të tjerë për cilët unë po njëm këtë që s'pëmojmë ja përmen emrin, për cilën kanë bën një luftë të jashtëzakonshme, pas lufte kanë ndërtu institucione, ju kanë kthy jetës vetë, shoqënia jonë i ka harru. Edhe kjo është shumë e trisht për shoqëninë tonë. Pra, Kosova ka shumë djem e vajza, si këta djem që i përmena, e që vinë nga Gjakova, e shoqënia jonë i ka harru, nuk i ka integru as në AKI, nuk i ka integru, jo në kuptimin integrim, se kur po tham integrim përfshirën e ty në institucione. Edhe kjo është me po pse na po qalojmë. Se ndryshë është një brez që kalen në për disa sfida, edhe ndryshë është një brez për cilën ti ja ke bo gati edhe e ka gjetë hazër që thëtë popli. Pra, kur ki parasysh kësi djem, kësi legjenda që më kam qenë shumë krenar pëse i kam taku, edhe ndina fitus hiq pa i marrë votat, veç pëse kam kriju kësi njerës të mirë, kësi mitësit mirë, e na vje puna me na përfacu Dim Albasha, me të vërtit në do të këtë gjë mi përvjel mong të mi dhonë zërë edhe me ndërtu këtë vetë. Nërdan, për fund, jemi në fushatë zgjedhore dhe tani qytetari ka dëshirë. Cilat do të jenë dy zotimet që para qytetarit që nuk do të keni kompromis në Kuvendin e Kosovës? Asgjë sa i përket nuk marr votë për qytetarët, pa i pyet qytetarët e me bon kompromis për qytetarët. Pra, asnjë gjë. Kjo shoqëni ka shumë probleme. Këto probleme nuk janë pasgjithshme rasim. Unë po e tham kështu edhe në studio tjera televizive dhe njerëzve po ju duket që sharake. Nuk kemi nevojë me pas plan politike me fol 3 orë për arsimin e për sigurien. Çka duhet kësaj shoqënie është me ia kthy dinjitetin. Mësuesin me lënë pavarur në ushtrimin e funksionit tip publik, policin mos me e shkarku pse hetën ministra, familjen e dëshmorit mos me trajtu njerëzisht, djalit dëshmorit po mi a dhënë dhe një krah me u bën me hin punë, shkollën mos me lanë pa ujë, pa nxemje, edhe këto janë disa punë që me njëherë
me një qeverisje të mirë të e ban qytetarin të rëndësishëm për vendin e vetë. Nuk mundet politika me programe, me lafe, me diskurs politik, me bon populizëm, atje qytetari nuk trajtohet dinjitetshëm. Pra, me disa elemente, barazi, drejtësina, shumë gjone rregullojmë këtë vend. Nuk është i pamundur më bë ky vend. Pra, unë kompromis me asnjë gjë çka s'ka rëndësi, jam ka votu Alianca, jam ka votu qytetari PDK-s e vetë vendosjes. Unë edhe sot jam zon i tyne, edhe ata që më shkruajnë, partive tjera, unë i përgjigjem. Me thonë, dhe t'jam zon, nëse unë kam një telefonat, kur një nën ka shku me lindje dhe atje nuk po i ofrohet ndihmë, e mund vjen ky mesazh, ka me qenë deri më i madh me kap mikrofonin ku vendet më thon o ti ministër. Apo ndërmerr diçka, se atje po don me vdek një nan pse ti nuk e ke ofruar një shërbim që shdohet. Unë do t'jam zon edhe ati fëmijën Dragash, që komuna nuk shën me ahik borën, e më vjen ai zonte, unë ko me thonë atë zonë, do me thonë do t'jam zon që ty në nevojave. A është sakrificë? Ko me konë sakrificë. A ko me pos përbalje? Ko me pos përbalje. A ki me pagu kosto? Ki me pagu kosto. Po ndryshe na e ne kështu nuk muj me konë zoni qytetarve. Pra që kjo ko me qenë premtime, zëtime, me konë zoni gjithë qytetarve pa dalim dhe pa kompromis në halë dhe të lashet e tyne. Dardan, përmdej që ishe pjesë e televizionit të rria, ju urojmë suksese në garën zgjedhore dhe urojmë që të realizohen ëndrat e juaja politike. Faleminderit edhe juve, ftoj gjithë qytetarët votojnë Aleancën për Adhurimin e Kosovës në 2/9. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.